Mërmin Allahut më shirusit, më shibërësit, paqja më shirë Allahut qofë mbi profetin tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Paqja më shirë Allahut qofë mbi ata njerëz që pasojnë udhën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Profeti alaihi salatu wasallam në një thënie, në një hadith të saktë thot: "Hakul muslim ala muslim sit." Haku i muslimanit ndaj muslimanit, do të thonë të drejtat e muslimanit ndaj muslimanit janë 6. Dhe i ka përmend profeti alayhis salam në këtë hadith 6 të drejta që kemi ndaj njëri tjetrit. E para thot profeti alayhis salam, raddu salam, t'ja kthesh përshëndetjen. Muslimani kur të përshëndet, duhet me ia kthy përshëndetjen, duhet me ia kthy selamin. Allah azza wa jalla përmend në Kur'anin Kerim që thot nëse përshëndeteni, ktheheni përshëndetjen si ajo ose edhe më mirë se ajo. Do thënë është e drejta muslimanit që ta kërkoj që ti t'ja kthesh selamin, t'ja kthesh përshëndetjen. Profeti alayhis salam në një hadith tjetër thot: "Ifshahu salam", përhapeni selamin, përhapeni përshëndetjen. Prandaj përshëndetja jonë, ne dim që përshëndetja jonë në Islam është përshëndetja më e bukur, përshëndetja në formë duaje. Kur themi selam aleikum, selam aleikum është përshëndetje dhe dua në të njëjtën kohë. Do thënë ti kur i thu paqja e Zotit qoftë mbi ju, kjo është përshëndetje dhe i ke bë dua. Prandaj selam aleikum nuk është thjesht vetëm një përshëndetje dhe një dua, përshëndetja në këtë rast duhet të jetë edhe më gjerë. Momenti që ti njeriu e përshëndet me selam, do të thonë prej meje si individ, si person do gjesh vetëm paqe, unë nuk do të bëj dëm. Unë si person i cili po të përshëndes me përshëndetjen më të bukur islame, edhe po bëj dua, prej meje do gjesh vetëm selam, prej meje do gjesh paqe. Dhe nuk i ka hije, dhe nuk na ka hije që e përshëndesim dikën me selam, dhe mas përshëndetjes tonë ka shumë intriga ndaj atij personi. Prandaj kemi kujdes, kjo përshëndetje është përshëndetje gjerë, nuk është thjesht një përshëndetje me gojë dhe një dua dhe kaloj, jo. Kjo përshëndetje ka domethënie të madhe. Selam aleikum ka përshëndetje të madhe. Domethënë kur ju përshëndes me selam, duhet dini që unë ju jam duke u përshëndet juve me selam dhe prej meje nuk do shikoni në një dëm. A problemi është nuk i ka hije as njerit me këtë dynja, as femnës, as mashkullet, as muslimanit, as muslimanes, e cilat përshëndet me selam aleikum dhe mbas e selam aleikum ka shumë intriga dhe ka shumë punë të këqija që mendon me i bë. Prandaj të kemi kujdes. Është një ngjarje në kohën e Omerit radiallahu anhu, nëse ka bëj ka qenë një prej sahabëve, ka pas emrin Amr ibn al-As. Thuhet profeti alayhis salam e ka thirrë si daj, por nuk ka qenë daj hakikat daj, vërtet daj. Ganjëherë ne të rasim dikën e të rasim daj, xhaj, ama nuk i kem, po e thërret se nga ana e nanës ose nga ana e babës e thërret. Thuhet që Omar ibn al-As i ka dhënë selam, e ka përshëndet Uthmanin radiallahu në xhami. E ka përshëndet në xhami. Kur e ka përshëndet, Uthmani radiallahu nuk ja ka kthy selamin. Dhe Omar ibn al-As i është bë merak. Është kthy, ka shku te Omer radiallahu. Ka thënë Omer radiallahu, thotë: "A ka gjetë në diçka islamin? A ka ndodhur diçka në fen ton?" Ka thënë Omer radiallahu anhu: "Jo." "Pse, çka ka ndodhur?" Ka thënë: "I dhash selam Uthmanit radiallahu anhu dhe nuk ma ktheu selamin." E përshëndeta pra Uthmani radiallahu anhu dhe nuk ma ktheu selamin. Dhe shiko, domethënë e kam pa diçka shumë të rëndë, ti jap selam, të më kthej selamin është shumë e rëndë është. Edhe i ka thënë Omer radiallahu anhu: "Thirreni
Uthmanin radiallahu anhu. Thirrin Uthmanit vi këtu. Dhe po të shikoni, subhanallah, gjithmonë në historinë islame, si në kohën e profetit alayhi salatu vesselam, si në kohën e sahabëve, si në kohën e khalifeve, udhëheqësisë, edhe sot e kësaj dite ne duhet ta marrim edhe në përgjykata ndryshme. Kështu që kur dikush të akuzon, do të jetë prezent edhe i akuzuari, ajo. Prandaj asnjëherë mos të ndigjon njënën palë, po do të ndigjosh të dyja palët. Të ndigjosh të dyja palët. Në një konflikt, ku dikush ka një konflikt, do të ndigjosh të dy palët, jo njënën palë. Ti kesh të dy prezent, ti kesh të dy përballë. Ashtu siç ka vepruar profeti alayhi sallam, ashtu siç kanë vepruar shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç duhet faktikisht. Omer radiallahu anhu e thëret, i thot, thirreni Uthmanin radiallahu anhu të vi. I thot Omer radiallahu anhu, o Uthman, pse nuk ja ke kthy selamin, përshëndetjen Amr ibn al-As? Ka thonë, i thot, ja kam kthy. Ka transmetim që ka thonë, ja kam kthy. Thot Amr ibn al-As, jo vallaj s'ma ke kthy. Uthmani radiallahu anhu thot, jo vallaj ta kam kthy selamin. Edhe kur o ullë dhe ka mendu Uthmani radiallahu anhu thot, o, stakfirullah, thot vërtet, thot, nuk ta pasam kthy. Thot, po kam qenë aq angazhum, aq i hy në mendimet thella, sa mu ka duk si ku ta kam kthy, ama s'ta kam kthy selamin. Thot, kush ka fut në mendimet thella? O Uthman, se nga njëherë ke parasysh njerëzit edhe duhet më arsyetu. Ti duket se s'ta kthen, ose duket sikur më shikon, si themi ne, shikon mendja dhe jo syri. Se ndoshta njerëzit, sidomos në këtë kohë, shikoni janë shumë të angazhuar, shumë strese, shumë obligime, dhe nga njëherë njerëzit për u dhe hecin dhe nuk shohin. Mendja pale ku i ka kalu, kush e di sa kufi ka kalu mendja. Kush e di sa dogana ka kalu mendja. Kush e di sa shtete ka kalu mendja. Tamam? E tani Uthmani radiallahu anhu thot, ma bëj halal. Kam qenë shumë i thellë, duke mendu thellë për një hadith, për një thënie të profetit alayhi sallam, dhe më ka ngel pik, si themi në zemër, pa e ditë se çka ka desh me thënë profeti alayhi sallam. Çka është ajo, ka thënë? Thonë, kemi qenë një ditë ul me profetin alayhi salatu wassalam, dhe ka desh me na tregu profeti alayhi salatu wassalam një dua. Kush e bën atë duan, Allah azza wa jall do t'i përgjigjet. Kush e bën, pra profeti alayhi salatu wassalam ka desh t'ia mësoj një dua, shok vet. Dhe ka thënë, kjo duaja e cila nëse ti e thu këtë dua, Zoti xhelle xhelalu do të heqë sikletet, problemet, dhe do të përgjigjet Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Sa të momenti që ka desh me na tregu profeti alayhi salatu wassalam atë dua, vjen një njeri e ndërpret profetin alayhi salatu wassalam, dhe i bën një pyetje profetit alayhi salatu wassalam, si duket ka pas probleme borxhe, thot, aq shumë u ndal me profetin alayhi salatu wassalam se u larguan sahabët. Sepse sahabët, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë turpshëm dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe janë largu. Thot dhe mgeli, thot Uthmani radiallahu anhu, thot dhe mgelin mendje cila është ajo dua që ka desh me na tregu profeti alayhi salatu wassalam, ka ngel pik në zemër. Amr ibn al-As i ka thënë, unë e di, thot. Unë e di atë dua. Thot, momenti kur ka desh profeti alayhi salatu wassalam na tregoi duan dhe ndërhyn dikush dhe pyetën për një çështje tjetër profeti alayhi salatu wassalam dhe u largut gjithë, thot, i kam shkuar në shtëpi profetit alayhi salatu wassalam. I kam rënë derës, i kam thënë, ja Rasulullah, cila është ajo dua që ke desh me na mësu, ja Rasulullah. Ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, ajo është duaja edhe Nunit, ose duaja e Nuhut, e Yunuzit alayhi salam. Është duaja e Yunuzit alayhi salam për profetit Yunus alayhi salam, kur është gjetë barkun, kur ka hyrë barkun e balenës dhe ka bërë duan që është përmend në Kur'anin Kerim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. O Zot, ti je një, i patmeta je ti, Allah,
unë i kam bë padrejtësi vetit tim. Kjo është duaja e Yunusit alayhi salam. Dhe profeti ka hadith profeti alayhi salam i cili thotë kush e bën duan e Yunusit alayhi salam, Allahu subhanahu jalla jalalu ka me ndihmu, Allah azza wa jall ka me pranu duat ashtu siç e ndihmoi Yunusin alayhi salam dalin nga barku balenës, ashtu siç u përgjigj Yunusit alayhi salam, kështu do t'i përgjigjet edhe besimtarëve të sinqert kur e bën duan e Yunusit alayhi salam. Pra në këtë histori ne mësojmë që është bë merak Amr ibn al-Asi kur Uthmani radiallahu anhu nuk e ka kthy selamin, prandaj t'ia kthesh selamin e është hak i muslimanit ndaj muslimanit. Kur dikush të përshëndet, duhet t'ia kthesh përshëndetjen, thot i madhi Zot, të njëjtën përshëndetje ose ktheja edhe më të mirë se sa ka përshëndet. Ky është haku i parë. Haku i dytë që e përmend në hadith profeti alayhi salatu wasalam thot iyadatul marid, që do të thotë ta vizitosh të sëmurin. Ti bësh vizit njeriu i cili është i sëmur, është hak ti shkosh me vizitu. Është hak ti shkosh te shtëpia, është hak ti shkosh te spitali. E ke hak, ky është haku i muslimanit. Një familjar, një shoqe, një çka keti në familjen tënde ose në shoqërinë tënde ose komshi çka e ke, duhet ti bësh vizit kur është i smur, duhet shkosh ta vizitosh, sepse është për hakut. Dhe shikoni, njeriu i cili shkon edhe viziton smurin, a dini sa shpërblime ka atë i madhi Zot? Njeriu nëse ngrehet me njetin, me qëllimin që të shkojë te smuri, ta vizitoj, ama me qëllimin për hir të Zotit, marrë sevapet, shpërblimet e Allahut. A dini çka shpërblime ka? Thot profeti alayhi salatu wasalam, nëse shkon në gjes, thot 70.000 me laçe, që ty nuk mund ta paramendosh si 70.000 me laçe Allah azza wa jall i dërgon që të bëjnë istighfar, që të luten për ty. Deri kur nëse shkon në gjes, bëjnë luten për ty deri në darkë. Nëse shkon i sëmurit e viziton në darkë, 70.000 me laçe bëjnë dua dhe luten për ty deri në gjes. Imagjinoni se shikoni se sa shpërblime ke kur shkon te i sëmuri me vizitu të smurin. Mirë, po këtu do ndalem ke diçka tjetër. Ke kjo pikë do të ndalem pak diçka. Sepse vend marrim sevape, nganjëherë marrim gjunahe. Shkem te i smuri dhe vend ti marrim këto sevapet, këto shpërblimet, ne marrim gjunahe. Pse e them këtë? E them këtë sepse në shumicën e rasteve jemi duke pa dhe duke ndigju që kur njeriu shkon te sëmuri, i ka disa rregulla. Islami ka vu rregulla. Kur shkosh te sëmuri, e para gjë mos e zgjat qëndrimin tënd shumë. E para ta kesh njëtin për hir të Zotit. E dyta, mos e zgjat qëndrimin tënd sepse jemi duke pa. Shkon te i sëmuri nuk mundet ta duroj vetin e vet, jo më duroj tjerit. Shkosh te i sëmuri, mos rri 1 orë, 2 orë, 3 orë, 5 orë, 6 orë, dhe pret edhe ushqim për sëmurit. Pret edhe drekë edhe darka për sëmurit. Edhe një limonat ta japi mamas. Mama, nuk shkon ashtu sepse nuk të pret vetëm ty. Ka shumë njerëz që ndoshta e vizitojnë atë smur. Po ti merr 2 orë, ai tjetri 5 orë, ai tjetri 3 orë, ai tjetri 4 orë, ai smuhet edhe ma keq, do të më mirë mos nvi asnjëri. Nuk është për Islamin ton kjo. Shkosh edhe të ngjitesh te smuri, edhe ma keq. Zoti na falt. Prandaj them vetëm me marr sevape po marrim gjunahe. Ti kur shkon ke smuri, më falni. Mos i rrotullo syt 360 gradë në shpinën e tjetrit. Mos ja shikon, se dikush shkon me ja pa çerçafin të smurit. Dikush shkon me ja pa jeslikun, ai ka të bardha, ai ka të zi, ai ka të pastruar, se ka të pastrum. Ja shikon pijamet, ai ka të pastruar, si kanë pastruar. Ti shkon me njëtin me shëntallik, shkon me njëtin me pa për fudullik. Por çka shkon ti smuti? Shkon ti smuri me vizitu, shkon te smuri ti marrësh sevapet, shkon te smuri të marrësh duat e me laqeve, a shkon te smuri të marrësh furnizohesh me material
shëntëlliku dhe të fillosh ta përhapësh në për familje, në për komshi se si e ke pati atë smurin, a me çerçafin e pastër, a me çerçafin e pisët. Nuk lejohet kjo. Ne e dim shumë mirë që kur shkosh te shtëpia e tjetrit, hy me sy dhe dil pa sy. Kur shkosh te shtëpia e tjetrit, hy me gojë dhe dil pa gojë. Kur shkosh te shtëpia e tjetrit, hyr me vesh dhe dil pa vesh. Kur shkosh te shtëpia e tjetrit, duhet ta ulësh shikimin. Kjo është edukata dhe kjo është prej etikës islame. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam shumë qartë ka thënë në një hadith: min husnul marri tarku ma la yani. Pre moralit, pre etikës së muslimanit është ta lesh atë që ty nuk t'intereson. Mos hyn atë gjë që nuk t'intereson. Mos shiko detajet e shtëpisë dikujt. Prandaj vetëm me marrë se vape ne po marrim gjunahe. Kur shkesh ti smuri rri 5 minuta, 10 minuta, ashtu siç ka vepruar profeti alayhi salatu wasalam. Profeti alayhi salatu wasalam kur ka shkuar ke smuri ka bë dua. Dhe nuk ka net me sahat dhe me orë profeti alayhi salatu wasalam, sepse më shumë e dëmton smurin se sa jetu bënaj se vap te smuri. Ka qenë është një rast, ka shku dikush dhe ka vizitu një dietar, ka qenë i smur ky dietari, edhe i ka shku vizit të shtëpia. Mi po ky është ul, e ka zënë rajmon atë vend dhe s'po ngrehet prej vendi. Me sahat, me orë. Edhe ky ka dëshë, ka gjetë momenti me kërku këshilla për dietari i smur, i shkreti. E ke gjithë momentit e këshillat, ligjëratat japi dietarin shtrat ty. Ka thënë o dietar, m'jep në i këshill. Du këshillat ti, mashallah, jep këshillat mira. I ka dhe ky ka thënë këshillën bashkë këshillën më të mirë. I ka thënë, kur shkosh ti smuri më rri gjatë. Kjo është këshilla më e mirë. Kur shkosh ti smuri më rri gjatë. Është sevap. E kemi hak me vizitu të smurin, ama me disa regula. Nëse don ato sevap, ato shpërblime që i ka premtu profeti alayhi salatu wasalam dhe premtimi profeti alayhi salatu wasalam është premtimi Allahut, duhet shkosh merre diçka, një langa, një kil banano ose diçka çka mundesh me çut smurit ose fundja hiç mos i ço. Bëj një dua, rri 5 minuta, 10 minuta dhe ngrehu dhe shkon në shtëpinë tënde. Dash me marr sevapet dhe shpërblimet Allahut subhanahu xhella xhelalu. Kjo është haku i dytë. Haku i tretë që e përmend profeti alayhi salatu wasalam është haku muslimanit ndaj muslimanit është t'i bëj xhenaze, më thon ta pasosh xhenazën. Kjo vlen për burrat, gratë në islam nuk lejohet që ta pasojnë xhenazën, ta çojnë xhenazën te varri. Qoftë grua se qoftë burra e xhenazë. Ne ndinin ton, fen ton e kemi që ne nuk pasojmë xhenazet te varrezat me burrat. Ato që e çën xhenazën varreza dhe varrosin janë burrat dhe jo gratë. Kjo është rregull. Pse? Qysh te? Kjo është rregull i fesë tonë. Domethënë nuk lejohet gratë shkojnë pasojnë xhenazën ta çojnë te varri ashtu si shkojnë burrat jo. Nuk po them, është tjetër puna ajo që a lejohet me shku me vizitu gratë, varrezat a nuk lejohet. Ne jemi të fol këtu për çështjen e pasimit të xhenazës. Momenti që çohet xhenazja te varri, momenti që çohet xhenazja te varri, nuk lejohen gratë shkojnë ta pasojnë ashtu si shkojnë burrat. Tjetër puna është pastaj në ditë tjera a lejohet me shku me vizitu varrezat, tu ke mendime ndryshme dietarësh, ka për atyre që e kanë ndalu, ka për atyre që e kanë leju. Ke për atyre dietarëve që e kanë leju, edhe e kanë leju me rregulla. Pse? Sepse kur çesh te varrezat nuk duhet as qash, as tulericësh. Ti mund qash me lot, syri loton. Ashtu siç ka thënë profeti alayhi salatu wasalam momenti që kur i ka vdek djali vet Ibrahimi. Kur e ka varroz e ka marrë në durë të veta xhenazë profeti alayhi salatu wasalam ka ndesh me varroz dhe ka filluar çaj profeti alayhi salatu wasalam i ka ndal lot. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sa shokët e vet i kanë thënë një për shokë i ka thënë ja Rasulullah hatta anta ya Rasulullah. Edhe ti po qan ja Rasulullah, ka thënë profeti alayhi salatu wasalam innal ayna la tadma. Syni lëton. Zemra pikëllohet, ama prej gojës time nuk del fjalë vetëm sa atë fjalë që Zoti është i kënaq. Mund është normale ti të shkosh ti vizitosh
varezat o normale të qash, është normale të piklohesh, ama jo të ulërisësh edhe të bërtasësh, sepse nuk është prej fesë tonë, nuk është prej dinit tonë ulërimat edhe bërtitmet. Dakor, ne flasim këtu pasimin e gjenazës që është vetëm për burra dhe nuk është për gratë. Ato burra të cilët e pasojnë gjenazën, i kanë e disa sevape kanë? Nëse e pasojnë gjenazën dhe presin të falet gjenazja dhe të varoset gjenazja, kanë shumë sevape. Një për sevapeve që i ka përmend profeti alayhi salatu selam, ka thënë kanë sevape sa 2 male të mëdhaja, të mëdhaja, aq problemet të mëdhaja kanë sa 2 male, ka transmetimin se malet e Uhudit, wallahu ta'ala po. Domethënë kanë shpërblim sa 2 male të mëdhaja. Kirat që është përmend sa 2 male. Nëse shkon edhe e përcjellën dhe varrosin dhe kthehen, i kanë shpërblimet e mëdha të Allahut subhane xhelle xhelal. Pra është haku muslimanit ta pasojë muslimanin, ta çojë muslimanin te varri, ta çojë muslimanin te varrosi, ta fali xhenazën edhe të kthehet kjo hak i muslimanit që nuk guxon, më thon me lënë atë xhenazën vet. Kjo quhet fard kifeje. Do thot fard kifeja në islam do thot që i bën një grup i muslimanëve. Nëse e bën një grup muslimanëve, bën obligimin ndaj muslimanëve tjerë. Nëse asnjë nuk shkon me e varros, bjen gjunahi ke kretë muslimanët. Haku tjetër që është përmend mbas të hadithit profetit alayhi salatu selam është i përgjigjesh ftesës. Haku i muslimanit dhe muslimanit është i përgjigjesh ftesës. Të ka ftu dikush për drejt, ka ftu dikush në një gëzim familjar ose diçka, duhet i përgjigjesh ftesës. Kjo është hak i muslimanit. Mirë, për këtu duhet ndalemi pak. Jo çdo lloj ftese mund të përgjigjesh. Sepse dikush e keq përdor hadithin e profetit alayhi salatu selam dhe thot haku muslimanit është duhet me pasu, ose duhet më përgjigj ftesës, ajo. Ama varet çka ftesa është. Nuk mund, jo çdo ftesë është në hajër. Duhet ta dallosh, nëse ajo ftesë që të ka ftu ka mirësi, ka hajrën të, nuk ka haramën të, atëre duhet i përgjigjesh. Nëse shikon që ftesën që të ka ftu, valla unë kam disa parime në jetën time, që çdo parim duhet ta kesh çdo kush në fen ton, ato parimet që i kemi në fen ton, e shikoj që bjen ndesh ajo ftesë që ti më ke ftu, bjen ndesh me parimet fetare të mijat, faleminderit shumë, po unë nuk vi, ndoshta i shkon edhe më mas. Ne dim që për shembull bëhen dasmat të tilla, të cilat kanë alkol brenda. Dasmat të tilla që kanë, ku di unë, tallava brenda. Dasmat të tilla që janë të përzime dhe nuk merret vesh. Parimet e mia, të fesë time nuk më lejon mund të shkoj në një vend që ka alkol, ka tallavaja dhe ka, e dini shumë mirë se si funksionon dhe si ka. Atëra unë nuk shkoj. Në këtë ftesë nuk shkoj. Mirë, po kjo nuk do të thotë që nëse dikush e bën dasmën të atill, unë nuk i shkoj ta e dasëm. Mirë, po duhet i shkosh më mas. Duhet ja bësh për hajër më mas ose më përpara që mos ti gjene kur i ke gjakun tën, familjen tënde, mos i shkëputesh lidhjet familjare, vallahi e di më së miri. Haku tjetër i fundi që është përmend në këtë hadithin e profetit alayhi salatu selam, kush është? Kur të shtin. Kur të shtin, duhet t'ja kthesh. Ne kur të shtim, kur të kap tesha, çka duhet thosh? Ne dim që themi alhamdulillah. Të shtin dhe themi alhamdulillah. Momenti që ndigjon njeriu i cili të shtin dhe thot alhamdulillah, kur e ndigjon, çka duhet t'i thosh? Ja harmukillah, Zoti të mëshiroft. Ajo ka prap përgjigje, më mos më e kompliku juve edhe më shumë, që të paktën kaq. Që momenti që ti thu të shtin dhe thu elhamdulillah, falënderimi tek Allahut, e dini pse, subhanallah, se momenti që ti të shtin, ajo është si tërmet i madh për trupin. A ke vure njerëzit të cilët të shtin i mbyllin syt. Nuk mundesh ti marrësh syt hapër kur të shtin. Nëse ti mundohesh mi majt hapët syt kur të shtin, të dalin syt vendit, aq forcë e madhe është. Sa kemi ndëgjuar që thot ndalen kretë organet kur të shtin.
Dhe ti kur të shtin, alhamdulillah që Zoti ma solli prapë në funksion këtë trup, këtë organizëm. Dhe ti thu alhamdulillah, momenti që thu alhamdulillah, kur e ndigjon njërin që thot alhamdulillah, e ke patjetër ti thush, se është hak i muslimanit, e ke patjetër ti thush, ja harmukillah, Zotit më shiroft. Mi për nëse nuk e ndigjon, të shtin, dhe nuk thot asgjë, mos i thuj. Mos i thuj, se se keni gjuar alhamdulillah. Ose ja bën me dije që t'ja kujtosh. Të shtite, po, atë alhamdulillah? Jo, thuj alhamdulillah, të them, ja harmukillah me mënyrën që me sebepin ose me dëshirën që ti t'ja mësosh, se ka njerëz që nuk e din. Ka njerëz që nuk e din që duhet mas të teshës duhet të themi alhamdulillah dhe ti e din, atëherë mësoje. Thuj alhamdulillah, unë do të them ja harmukillah, do të thonë ti thuaj alhamdulillah, falënderit me i takon Allahut azza wa jall dhe unë të them Zotit më shiroft, Allahu e di më së miri. Pra, këto ishin haket bazë hadithit profetit alayhi salatu wasalam, këto ishin ato haket e muslimanit ndaj muslimanit. Ka dhe haket tjera plot. Mi për bazë të këtij hadithi, inshallah, mjafton për sot këto hake që i kemi ndaj njëri tjetrit. Wallahu e di më së miri. Subhanallahu wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب